mos të furnizon dikush tjetër pos Zotit, mos kujdeset për ty dikush tjetër pos Allahut, kush t'i fali mirësitë e dukshme dhe të padukshme, pos atij Zotit të madh xhelle xhelalu. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه ثم ما بعد Allahu subhanahu wa ta'ala falenderojmë, ata xhelle wa ala madhërojmë për Allahun subhanahu wa ta'ala në sejdë dhe në rukubim. E falenderojmë Allahun xhelle wa ala ashtu siç e falenderoi ai veten e tij ditën kur e krijoi qiellin dhe tokën dhe tha elhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda. Falenderimet i takojnë Allahut, pra Allahu e falenderon Allahun, e falenderon veten e tij, i cili krijoi qiejt edhe tokën dhe vendosi errësirat edhe dritën. E falenderojmë Allahun xhelle wa ala e që fjalën e banorëve e fundit të banorëve të xhennetit e ka lënë wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dhe lutja dhe duaja e fundit e banorëve të xhennetit është falënderimet i takojnë Allahut Zotit të botrave. Paqja dhe mëshira e Zotit xhelle wa ala të gjitha qofshin për zotriun ton, për krijesën më të dashur të zemrave tona, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. O ju vëllezërit e mi, lagni gjuhët e juaja me salate dhe selame për Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Paqja dhe mëshira Allahu xhelle wa ala të gjitha qofshin edhe për ndjekësit dhe pasuesit e Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e mahsherit të madh. O ju robër të Allahut, një prej ibadeteve dhe adhurimeve më madhore, zatën bile edhe peshkaqeve të krijimit të njeriut, është njeriu të shfaqë mirënjohjen dhe falënderimin e tij ka shi Allahu te bareke ve teala. Andaj nuk ka fjalë më të rëndë në peshojën e Allahu xhelle wa ala në ditën e Kiametit pas fjalës la ilaha illallah se fjala elhamdulillah. Nga se Allahu te bareke ve teala krijoi qiellin edhe tokën për fjalën elhamdulillah dhe para asaj edhe për fjalën la ilaha illallah, që gjithë krijesat i nënshtrohen dhe ti përulen atij te bareke ve teala dhe të jenë mirënjohëse ndaj Zotit të madh xhelle wa ala. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: huwa alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Është ai Allahu i cili ju nxori ju prej barqeve të nënave. Pse? Është Allahu xhelle wa ala i cili ju dha juve shikimin. Pse? Është Allahu xhelle wa ala i cili va dha juve ndigjimin. Pse? Është Allahu xhelle wa ala i cili va dha mendjen edhe zemrat. Pse? Tha Allahu xhelle wa ala në fundin e atij ajeti që ju të bëheni mirënjohës. Pra Allahu xhelle wa ala nuk na nxori prej barqeve të nënave vetëm që ne të jemi mirënjohës dhe falënderues ndaj tij. Allahu xhelle wa ala dha shikimin, ndigjimin edhe zemrat vetëm e vetëm që ne të themi elhamdulillah o Allah. Andaj jo robër të Allahut, a na ka shku në mendje ndonjëherë që për 9 muaj me radhë Zoti i Madh xhelle xhelalu kujdes në barqet e nënave dhe a kimi thënë ndonjëherë elhamdulillah o Allah që u kujdese për mua kur isha në barkun e nënës dhe unë atëherë nuk dija që të them elhamdulillah. O ju robër të Allahut, Allahu xhelle wa ala ka ngrit qiellin për fjalën elhamdulillah. Allahu xhelle wa ala e ka vendos tokën për t'i thënë elhamdulillah. Allahu xhelle wa ala e ka vendos diellin edhe hënën që ata të dyja t'i thonë Allahu elhamdulillah dhe ata realisht janë duke i thënë Allahu xhelle wa ala elhamdulillah. Thot Allahu xhelle wa ala në Kur'an: wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi.
walakin la tafqahuna tasbihahum, nuk ka asnjë krijes në qiell dhe asnjë krijes në tokë, vetëm se e madhëron Allahun xhelle xhelalu me fjalën elhamdulillah. Wallahi po ta kishim pyetur diellin se çka thot ai do thot elhamdulillah, por edhe hëna thot elhamdulillah. O ju robër të Allahut, po të kishte pas në një fjalë më të madhe dhe më të bukur se fjala elhamdulillah, do ta kishte përzgjedh Allahu xhelle xhelalu që me të ta hapte dhe ta fillonte libin e tij. Hape në libin e bukur të Zotit xhelle wala. Fjalën e parë që do ta gjeni në të, elhamdulillahi rabbil alamin. Falenderimet, lavdatat i takojnë Allahu të madh, Zotit të botrave xhelle wala. E si të mos e falenderojmë Allahun xhelle xhelalu kur ai na i ka dhënë çdo mirësi të dukshme dhe të padukshme. Pse a din ty o vëllahu im ndonjë mirësi për dikuj tjetër pos Allahut? Mos të furnizon dikush tjetër pos Zotit, mos kujdeset për ty dikush tjetër pos Allahut. Kush t'i fali mirësitë e dukshme dhe të padukshme pos atij Zotit të madh xhelle xhelalu. O ju robër të Allahut, Allahu xhelle wala na tregon në Kur'an se edhe bubullima kur bubullon në qiell, ajo bubullon me duke madhëruar me falënderim Allahu xhelle wala. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdi والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من عباده. Allahu xhelle wala thot dhe me të vërtet edhe bubullima kur bubullon, ajo e madhëron Allahun xhelle xhelalu me falënderim, elhamdulillah, dhe melaqet e falenderojnë Allahun xhelle wala me falënderim. O ju robër të Allahut, na ka tregu Allahu xhelle wala në librin e tij se një prej misioneve dhe qëllimeve më të mëdha të iblisit është që ti largon njerëzit nga mirënjohja e tyre ndaj Zotit xhelle wala. A keni pa o vëllezërit e mi, njeriu 60 vjet jeton me shëndet, natën edhe ditën kujdeset Zoti i madh për shëndetin e tij. Një herë e godet një sëmundje dhe shkon dikund atje në Shkup, në një spital për spitaleve me emër, dhe bëhet shkak një mjek që ta shëron atë. Nuk shkon një tubim prej tubimeve dhe një mexhlis për mexhliseve të thot filani prej doktorëve më shpëtoi mua. A e harrove Zotin tënd që të shpëtoi për 60 vite, dhe në fund po ai Zoti i madh xhelle wala bëri filanin që të jetë shkak në shërimin tënd, dhe përsëri robi shkon edhe ja atribon shëndetin dikujt tjetër pas Allahut. Kjo ju vëllezërit e mi, se siç thash, një prej misioneve më të mëdha të iblisit është që të vaharon njerëzve Zotin xhelle wala, që njerëzit aman në pasurinë e tyre të thonë kam trashëgimi për babas, në diturinë e tij të thotë kam aftësi për vetes time, apo të thotë janë këto diduart e mia, në shëndet të thotë filani më shëroi. Po ku është Allahu xhelle xhelalu? Ku shkoi Zoti subhanahu wa taala? Jo o vallahu im, gjithçka e ke prej Allahu subhanahu wa taala. Allahu xhelle wala kur flet në Kur'an për misionin e iblisit alayhi la'natullah, thot alayhi min Allahi al-la'natu wat-tard min rahmeti, thot Allahu xhelle wala se iblisi ka thënë wala atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an shama'ilihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. O Allah, unë do t'ju vi njerëzve prej para dhe prej pas dhe nga e djathta dhe nga e majta, vetëm që të mos i gjesh njerëzit falemderues dhe mirënjohës. Pra gjithçka do të bën iblisi, o ju vëllezërit e mi, vetëm që një herë njerëzit mos ja atribojnë mirësitë Allahu xhelle wala. O ju robër të Allahut, thuaj që pasurinë ma ka dhënë Allahu xhelle wala, thuaj që fëmijët i ka dhënë Allahu xhelle wala, thuaj që shëndetin ta ka dhënë Allahu, se vallahi ai ta ka dhënë. Zoti xhelle wala thot në Kur'an wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, çdo mirësi dhe dhuratë keni vetëm prej Allahu xhelle wala. Dhe dijeni o ju vëllezërit e mi, se mirësia dhe dhurata më e madhe që na i ka falë Allahu xhelle wala është Islami, është imani. Andaj Allahu xhelle wala në Kur'an na mëson që se si ta falenderojmë Allahun për Islami, duke thënë elhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Falënderimet i takojnë Allahut që na udhëzoi në këtë fe. Ne nuk dishim të udhëzohemi po mos na udhëzonte Allahu. Pse o vëllahu ima, jenë aftësitë e mia që unë udhëzova në Islam?
Jo pasha madhërinë e Allahut është mirësia dhe dhurata e Allahu xhallahu ala. Andaj thuaj elhamdulillah. Për mirësive më të mëdha të Allahu xhallahu ala, vallahu im është xheneti. Andaj në momentin e parë kur banorët e xhenetit do ta shohin xhenetin, do thonë wa qalu alhamdulillah wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. Dhe momentin e parë kur banorët e xhenetit do ta shohin xhenetin, ata nuk do t'ja atribojnë xhenetin duarve të tyre, me punuam, mu falem në dunja, jo, por do thonë falënderimet i takojnë Allahut, i cili na i la në trashëgimi tokën e xhenetit. Dhe kur ata derisa jenë duke ecë në rrugët e xhenetit, dhe do t'i shijojnë mirësitë e saj, lutja dhe duaja e fundit e tyre pas çdo mirësie do t'jetë, thot Allahu xhallahu ala, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Dhe lutja dhe duaja e fundit e banorëve të xhenetit do t'jetë, falënderimet i takojnë Allahut, Zotit të botrave. E nisa këtë hutbe me elhamdulillah, dhe për së fundi themi elhamdulillahi rabbil alamin. Vëllahu im, të lutem më beso se pasha Allahun kjo fjallë shumë e rëndë peshojnë e Allahut. O, ndoshta atë ditëve në ditën e mahsherit të duhet bë një elhamdulillah, ndaj thuaj vazhdimisht elhamdulillah. Falenderoj Allahu xhallahu ala në të gjitha gjendjet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dhe fjala elhamdulillah e mbushën dhe e stërmbushën mizanin dhe peshojën e Allahu xhallahu ala në ditën e Kiametit. Andaj që nga momentet e hershme të mëngjesit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur zgjohej thonte elhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana. Falënderimet i takojnë Allahut, i cili na ngjalli pasi që ishim të vdekur. Kur vinte momenti i gjumit, thonte elhamdulillah alladhi at'amana wa saqana, i cili na ushqeti dhe na dha pije dhe na dha venstrehim. Sa për njerëzve nuk ka venstrehim. Sa herë që hante bukë thonte elhamdulillah. Bile e bukur edhe e çuditshme o vallahu im është sa i në çdo kafshat thonte elhamdulillah. Ai alayhi salatu wassalam një pikë ujiti që e pinte thonte elhamdulillah. Pikën e dytë elhamdulillah. Të tretën elhamdulillah. Çdo kafshat që e hante, ai thonte elhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Kur e godite një e mirë në jetë thonte elhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Alhamdulillah pra që me mirësinë e tij plotësohen të mirat. Kur e godite një sprovë në jetë thonte elhamdulillah ala kulli hal. Falënderime dhe elhamdi dhe elhamdulillah i takon Allahun dhe të gjitha gjendjet subhanahu wa taala. O vallahu im, Allahu i takon falënderimi dhe hamdi në të mira, por Allahu xhallahu ala i takon hamdi dhe falënderimi edhe në sprova dhe në belaja. Allahu xhallahu ala ju thot melekëve në momentin kur meleku i vdekjes shkon dhe ja merr shpirtin dikujt prej fëmijëve të filanit, për robërve të Allahut. Dhe Allahu xhallahu ala dhe pse e di atë, dëgjoj o vallahu im që të ka godit Allah me vdekjen e ndonjëri prej fëmijëve të tu. Edhe pse Allahu xhallahu ala e di atë, ju thot me laqeve, çka tha robi im pasi që ju ja morët loçkën e zemrës. Ata me laqet i thon ja Rabbi, ai tha elhamdulillah në çdo gjendje. Falenderoj Allah. Allahu ma dha, Allahu ma mori. Allahu te bareke ve taala ju thot me laqeve, ej melek të mi, ndërtojani këtij njeriu një shtëpi në xhenet dhe quajeni Beitul Hamdi, shtëpia e falënderimit. Atje ku do të jesh me djalin dhe me vajzën tënde, edhe se ta mori dhe të sprovoj Allahu xhallahu ala në dunja. O Allah, ti të takon falënderimin në fillim. O Allah, ti të themi elhamdulillah në mbarim. Ti e pronari elhamdulillah në fillim dhe në mbarim. Elhamdulillah për mirësinë e Islamit, elhamdulillah për mirësinë e imanit, elhamdulillah për mirësinë e Kur'anit, elhamdulillah për mirësinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, elhamdulillah për mirësinë e shëndetit, elhamdulillah për mirësinë e mendjes dhe logjikës, elhamdulillah për mirësinë e prindërve, elhamdulillah për mirësinë e fëmijëve, elhamdulillah për çdo qelizë e cila qëndron në barkun ton dhe nuk lëvizën, se nëse në lëvizën fillojnë dhimbjet edhe sëmundjet. O ju robër të Allahut, çka të themi? Hamdi dhe shiqiri për Allahun xhallahu ala nuk përfundon.
Ibn Qayyim el-Jauzi rahmetullahi alayhi thot, dhe nuk e arrije asnjë njeri që ta falenderon Allahun vetëm në atë moment kur ta kupton se s'e falenderon Allahun. Pra o Zoti im, ne nuk dim të falenderojmë. Vetëm ashtu siç ti o Zoti i ndish që ta falenderojsh veten tënde, por ne jemi robërit e tu. E shfaqim varfërinë ton para madhërisë tënde dhe themi elhamdulillah në çdo gjendje. Ju vëllezërit e mi, fjala e fundit e jona le të jetë fjala elhamdulillahi rabbil alamin, kurse për së fundi dërgoni salavate dhe selame për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam duke thënë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. O Allah, bohu i kënaqur me Abu Bekrin, Omerin, Uthmanin dhe Aliun dhe të gjithë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O Allah, bëje kënar Islamin dhe muslimanën poshtë kufrin dhe shirkun ya rabbel alamin.